Dhe në fund qiririt tretet, shkrihet, mbaron. Poeti pra për të kryer misionin e tij sakrifikohet. Po a vdes, kur më shihni që jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Tretja fizike pra harxhimi i materialit të qiririt nuk është vdekje, është dukje ikje. Sipas kësaj jeta nuk mbyllet me tretjen. Materiali fizik dylli është tretur, është harxhuar për të bërë dritë, për të shndëruar në dritë në material shpirtëror. Jam i gjallë, jam në jetë, jam në dritë të vërtetë. Këto vargje japin më së miri shndërimin e qenies poetike në saj të vetë flijimit, nga fizike të zakonshme njerëzore në diçka tjetër më të lartë, në dritë të vërtetë. Pra është e kuptueshme të pyesin, a mbaron jeta e poetit aty ku mbaron jeta e tij njerëzore? Ç'mbetet përfundimisht nga poeti? Sipas këtyre vargjeve, jeta e vërtetë e poetit është ajo e mëtejshmja, pas tretjes, pas vdekjes fizike. Kur më shihni që jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Ç'mbetet pas tretjes është gjëja më e rëndësishme, është arritja e qëllimit, drita e vërtetë. Jam në dritë të vërtetë, sepse ajo që mbetet më tej janë mësimet e tij. Dituria, urtësia, dashuria, humanizmi, që me anë të fjalës të tij, poezisë i përcolli dhe erojnë tek të tjerët. Unë jam në shpirtin tuaj, mos më kini për të huaj. Këtë vazhdimsi të jetës poetike tregojnë më së miri edhe vargjet paradoksalisht të kundërt, për ju do të ri të tretem, asnjë çik të mos mbetem, dhe unë zjarit nuk i druhem dhe kur s'dua të shuhem. A nuk të duken në pamje të parë sikur e kundërshtojnë njëri tjetrin këto vargje? Tretja deri në fund, asnjë çik të mos mbetem, e përjashton vazhdimin e djegjes dhe kur s'dua të shuhem apo jo, ose njëra ose tjetra. Por e vërteta është që flaka e cila e treti atë do të vazhdojë të digjet në shpirtrat e të tjerëve, unë jam në shpirtin tuaj, ku poeti e mbolli atë në formën e dashurisë, njerëzisë, urtësisë, humanizmit. Nëse e kuptuam këtë, mund të kuptojmë edhe përjetësinë e qenies poetike. Domethënë poeti është i pavdekshëm jo se jeton 1000 vjeta, ai do të tretet, asnjë çik s'do të mbetet. Por se vepra e tij vazhdon të jetojë edhe pas tij, në mendjet, në zemrat e të tjerëve, pa u shuar kurrë. Si ka qëndruar mes njerëzve që në vargun e parë, në mes tuaj kam qëndruar. Tani fton ata t'i afrohen dhe t'i rinë rreth e rreth. Jakëni rreth meje rini dhe të bëjnë jetën e tyre të natyrshme, të zakonshme, njerëzore. E keni parasysh përditshmërinë, flisni, qeshni, hani, pini. Jetë e cila me këtë natyrshmëri të saj, me qetësinë, pa halle, qeshni, pini, bën kontrast me sakrificën e mundimshme të poetit, apo jo? Të digjen për njerëzin, lemni të përvëlohem, nuk duam të ftohem. Kontrasti është i dukshëm se vargjet janë ngjitur, por ndoshta enkas janë vëngjitur që të bëjnë të kuptosh se jeta e njerëzve, që të jetë e tillë, e qetë, pa halle, duhet kjo sakrificë nga udhëheqësit shpirtëror të tyre, si në këtë rast nga poeti. E vu tre fjalën jakëni në këtë varg, që ka kuptimin jakë, eja, jakë, njeja në shumës, këtë ndoshta e dim, por nuk besoj ta dim që fjala jakë është rrudhje, një shprehje të vjetër, eja këtu, prej secilës nga përdorimi i shpeshtë, ka rënë zanoria e fjalës parë dhe rrokja e fundit e fjalës dytë, duke mbetur vetëm një jak. Interesante për të kuptuar gjuhën e Naimit, apo jo? Dua ta djeg trupin e shkret për atë Zot në vërtet. Cili është Zoti i vërtet që përmend këtu Naimi? Sipas kësaj poezie duket jetë drita, por në kuptimin e saj alegorik, dhe me sa duket është qëllimi final i qenies poetike, të vetet e Perëndia. Dhe rruga për të arritur qëllimin final, për të shkuar te ky Zot, është e vështirë e dhimbshme. Dua ta djeg trupin e shkret, me zjarr ta djeg mushkërinë, dhe kërkon sakrifica, kalon përmes flijimit për të tjerët, të treten për njerin. Në një farë mënyrë flijimi për të tjerët është pasaporta e poetit për te Zoti. Pasi ta ketë djegur mushkërinë me zjarr, pasi të jetë tretur për njerin që t'i sigurojë atij një jetë të qetë dhe të gëzuar, pra pasi ta ketë kryer detyrën e tij, pikërisht këto gëzime të njeriu do t'i shërbejnë si pasaport për të shkuar te Perëndia. Bashkë me gëzim të tija, të vetet e Perëndia. Merret vesh që kur themi pasaport, nuk kuptojmë një lloj spastrimi, katarsisi, një lloj kalimi përmes flakës që mund të purifikohet, siç thotë kur i drejtohet vetes te vargjet, o zemra fluturake, qasju pak kësaj flake. Kalimi i cili patjetër shoqërohet me dhimbje, mase krahati përvlon, por të pastron shpirtin, ta gatit për të shkuar te Perëndia, po shpirtin ta shenjtëron. Te ky varg që komentuam pak më parë, na bën përshtypje diçka, ndërkohë që pak më parë ka thënë të digjemi të ri, tani thot me zjarr ta djeg mushkërinë. Pse pikërisht mushkërinë? Po se pikërisht mushkëria mban frymën prej nga krijohen fjalët e poetit, mesazhi, porosia e tij. Përveç se tregon intensitetin ndjegjes të mesazhit, mos harrojmë që gjuha e poetit është e zjarrta, prandaj edhe fjala e saj e djeg mushkërinë. Nga ana tjetër, nëse e shohim në një aspekt më fetar, metafizik, njeriu përbëhet prej trupit, që është pjesa toksore dhe vdekshme e tij, prej shpirtit, pjesa që e lidh me Perëndin, dhe prej frymës, shkëndija e zbritur prej lart, pjesës e zjarrit të Perëndis dhe e burgosur brenda trupit njeriu, që i jep trupit dhe shpirtit të tij dhe që e veçon atë nga gjallësat e tjera, siç e shpjegon Naimi vetë tek poezia tjetër e famshme e tij Fyelli. Që të çlirohet fryma për të ngjitur ande nga ka ardhur, duhet të prishet burgu i saj, trupi njeriu, të digjet mushkëria, burgu i frymës qiellore. E dukshme fryma mistiko-fetare te këto vargje, apo jo?
E po patjetër, së pari se Naimi është besimtar, është fetar, dhe së dyti sepse poezia prej së cilës më së shumti frymëzohet, poezia perse, e ka tipar thelbësor këtë frymë. I mrekulluar qysh në vegjëli për kësaj poezie, jo vetëm e njeh mirat edhe poetesa, jo vetëm shkruan një vëllim të tërë poetik në persisht, por edhe në krimet e tjera të tij nuk e fsheh ndikimin nga kjo poezi. Poezia Fylli, për shembull, është përshtatje fjalë për fjalë e poezisë të Rumiut Kënga e Kallamit. Në përgjithësi, nëse shihnin te poezitë e Naimit, Flutur, Trëndafil, Bilbil Qiri, tieni sigurt që i ka të huazuara nga poetika perse. Nëse do të dish më shumë për fjalët e Qiririt, le themi je para një testimi kur ke dyshime se mund të të bjerë kjo poezi, ose thjesht do të jesh i përgatitur për mësimin nesër. Të sugjeroj ta shohësh të plot serinë e videokomenteve, por sidomos të shfrytëzosh materialin shtesë për këtë poezi tek webfaqja klasaletërsi.com. Shko tek menu analiza komente, në menu klasa e 11, aty shih Naim Frashëri fjalët e Qiririt. Aty do të gjesh kuize, pyetje me alternativa për këtë poezi, materiale shtesë dhe sidomos do të gjesh të shtjelluara shumicën e ushtrimeve të tekstit shkollor.